أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. E falenderojmë dhe madhrojmë si çdo herë Allah në lartësuam, shojmë selavate për pejgamberin tonë të bekuar. Lutemi për familjen e tij, shokët e tij dhe për gjithë muslimanët e muslimanet, gjallës e të vdekur dhe për ata që kanë marrë pas neve deri në kiamet. Jemi duke medituar surën e Edukatës, surën El Hujurat. Edhe në takimin e sotëm kemi me meditu dy ajetet që kemi mbet në dersën e kaluar. Ajeti i radhës, Allahu i lartësuar na edukon me një edukat kompletësisht tjetër për atyre që ka të na eduku deri tash. Thot Allahu në surën Hujurat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Thot Allahu, nëse dy grupe besimtarësh tentojnë të luftojnë me njëra tjetrën, thot jo pajtoni ata. E në qoftë se njëra grup prej tyre e sulmon padrejtisht tjetrën, ju luftoni grupën që sulmon agresorin, derisa të kthehet sipas udhëzimeve të Allahut. E nëse kthehet dhe i bindet udhëzimeve të Allahut, atëherë bën e pajtimin mes tyre me drejtësi, nga se me të vërtetë Allahu i don të drejtit. Ajeti të nderuar vëllezër na fol për një çështje shumë e rëndësishme, e që ka qenë zakonisht tek njerëzit, mirë po asnjëherë nuk ka qenë më përhapur më shumë se sa në kohën e sotme, kohën bashkëkohore. Ajeti na fol për individualizmin. Kur themi individualizmin, e kemi për qëllim me i dhanë përparësi vetës përpara të tjerëve. Me e dash vetën mas shumti, sa që hiç mos me mendu ti për rrethin tënë. Kur themi për individualizëm, e kemi për qëllim me i shiku vetëm interesat e tua, hiç mos duke mos llogarit në interesat e atyre që ki për rreth. Kjo si cilësi ka qenë tek njerëzit çdo herë. Mirë po që shtam kohën e sotit të zhvillu edhe më shumë. Kohën e sotit ka arrit në atë pikë, sa që njëri prej tyre që ka qenë kogja i zhvilluar në këtë drejtim, kur e shpjegon të këtë punë, ai shpjegon që në bazë të përvojës së vet, se që në rend parë është interesi jam, tani thë që interesi të tjerëve, nëse i përshtatet interesit tim. Domethënë kemi arrit në atë pikë, sa që njerëzit ju në ba tërësisht shënje individuale. Nuk mendojnë hiç për rrethin. Si cilësi, kjo është e mjellur tek njeriu, edhe ka qenë çdo herë. Nëse se keni harru atë hadithin kur shkon Arabi, beduini tek pejgamberi alayhis salam dhe thot: Allahumma irhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. O Allah, i ka thënë natë dhe ka thonë: O Allah, mëshira mu edhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Edhe me neve mësë mëshira kërkën tjetër. Vesh neve dë. Çka i thët pejgamberi sa janë nisë buzëqesh, edhe thët laqad hajjarta wasi'an. Shumë e ke ngushtuar rrethin. Pra mos u bë tip që e ngushton rrethin shumë. Sot jemi të sprovuar me njerëz që për një me e kanë ngushtuar rrethin shumë. Edhe hiç nuk mendon për të tjerët, veç për veten e tij. Kjo cilësi është sidomos e shfaqur tek gjeneratat e reja, që po formsohen prej kur ka marrë hov edhe teknologjia. Njerëzit po formsohen edhe po edukohen brenda atij rrethit të ngushtë të mena dhomëzave të tyre. Edhe krijohen njerëz që nuk kanë përkatësi, nuk kanë lidhje, nuk kanë përgjegjësi. Sa që pak me aprish edhe baba i vet, ose nana vet, a e din që e ka dhomën e vet. Edhe total është i shkputën edhe për përgjithësisë, edhe për të tjerëve. Tash, me qëtë gjenerat, e kemi shumë të lash. Në këtë kohë, e kemi shumë të lash me menaxhu me individualizmin.
Madje nëse keni vërejt, edhe psikologjia moderne e ka hapë që derë bajgësi mirë. Për shembull, a keni vërejt trajnimet, seminaret, me titull vlerësoje veten, nderoje vetveten. Pse? Se çdo sen e sillen rreth individit, jo rreth shoqërisë. Ata këshirin më merr me individin, edhe tek individi me kriju bindje që ti je përgjegjës veç për veten tënde. Ti nuk ke të bëj as me prindin tënd që e kin shtëpi, as me vladin tënd që e kin pranë. Jenë të dash me kriju njerëz që kur farë synimi nuk kanë për shoqërinë, vetëm për veten e vet. Kjo si cilësi është e krijuar tek njeriu. Nëse se keni harru, e kemi përmend te seria Koha që të çlirohesh, ato 7 cilësi për cilave duhet mu liru. Kemi thonë që këto i ka kriju Allahu. Përderisa i ka kriju, këto janë të mira dhe duhet me kanë. Mirë, e ta shka bën shariati këtë? Shariati veç i kanalizon, veç i menaxhon, veç i drejton në formën e duhur që neve na mundson me fitu dynjan, edhe na mundson me fitu ahiretin. Pra, Allahu e ka krijuar individualizmin tek njeriu, po na thret qysh me menaxhu atë. E dini hadithin ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. S'ka besu as kush pe juve, derisa të më doj mua më shumë se sa prind, se sa avlat, edhe se sa krejt njerëzit në përgjithësi. Omeri në ditë ngritet, edhe ka përdorë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ai thot: o i dërguari i Allahut, ti je më i dashur për mua se sa prind të mi, se sa avlat të mi, edhe se sa krejt njerëz. Illa min nafsi. Shikoj sinqeritetin e sahabëve. Ty du shumë, ma shumë sa krejt ta që i përmenda. Veç vetën tem e du ma shumë se ti. Ti je njeri ma i dashur për mua i dërguja Allah. Illa min nafsi, po sa vetë jam jo. Që individualizmi është i mirë tek njerëzit. Ta që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot: La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilayka min nafsik. Jo pasha atë i cili ma ka shpirtin në dorë. Nuk ke me besu si duhet, derisa në t'je ma i dashën edhe se sa vetja jote. Omeri largohet pak, mendohet, edhe shkon tek pejgamberi e sa më kthejt, edhe t'ja Rasulullah, tash je ma i dashën për mu se sa vetja jote. Pejgamberi se më thët: El-ane ja Omer. Qëtash, Omer? Pra qëtash besove që shdohet. Thët Abdullah ibn Omeri, thët masane e kun vetë babushin temë. Qka e kanë të mendu që atë momente, kur tha pejgamberi son, desa të më dush mua më shumë se sa vetën tane. Që u kujtove pak. Thët, ku të shkoj mendja? Thët, më shkoj mendja në ditën e kiametit. Edhe në të djathë zjarë, në të majtë zjarë. Për para, është Zoti që na gjykon, edhe kemi vepra tona. Thët, unala kujtova pak, në atë moment, në atë gjendje, a ma shumë i ndihmon Omerit vetja vet, a pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E thot në atë moment u binda që mas shumë të du pejgamberin, edhe imanin po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ki tash të plot. Pra Allahu që cilësi e ka kriju të krejt njerëz, me dash vetën ma shumë se sa krejt jetë. Pra individualizmi. Mirë po pejgamberi alaihi salam po na tregon çysh me menaxhu tash me atë. Edhe është e mahnitshme qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësu me menaxhu me këtë cilësi. Pejgamberi alaihi salam na ka mësu me menaxhu me individualizmin nëpërmjet individualizmit. Nëpërmjet ti. Thot pejgamberi alaihi salam në hadithin që e dini shumica për juve: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. S'ka besu asnjëri për jush derisa mos ta doj për vllahun e tij atë që don për vete. Që ky hadith në shikin parë, a lufton individualizmin? Duje për tjetrin, ato që don për vete. Po, shikin parë lufton. Ama në çfarë forme lufton? Po thot pejgamberi sa duje për tjetrin, atë që don për vete. Çka më në këmbim? Bëhesh besimtar. Bëhesh njeri i dashur tek Zoti. E fiton xhenetin. A pe ty më mirë ta çet? A pe ti e çaj që fiton? Nëpërmjet individualizmit e zbeh individualizmin e tepruar. Ose në hadithin që transmeton Ali radiallahu anhu, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë:
fa wallahi li an yahdiyaka Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humur an-ni'am. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Ali, pasha Allahun, me e udhëzu Allahu një njeri nëpërmjet teje, veç një. Një njeri nëpërmjet teje Allahu me udhëzu, është më mirë për ty se sa deve të kuqe. Pra se sa këtë dynjaja. Deve të kuqe janë konsideru pasuni e madhe asaj kohe. Tash pejgamberi son çka po i thot Aliut? Po i thot zbret pe çati vendit ku je izoluti, edhe pe çasoj rahatis tone individuale, edhe zhdry poshtë. Merru ka pak me tjerë. Këshir mos peuzën Allahu dikën përmes teje. Falit dikujt, këshillohet dikën. Mirë, për çka kjo? Khairun leke, ma mirë për ty. Apet, kthehemi te individualizmi. Do me dha pejgamberi son ti, mos u bë tip që je vetjak, po merru me tjerë. Mirë, po me çka më shpërblehet kjo i dërguari Allah? Ty të shpërblehet. Në këtë botë, edhe ty të shpërblehet në botën tjetër. E kundërta asaj që po na reklamohet sot pe disa modeleve të fetarisë, që shikojnë njerin me mbyll. Shikojnë njerin besimtarin me efik. Me ba njeri që veç falet, agjeron, edhe ty mos me të interesu se në çfarë gjendje ki vllahun tën. Ky e ka jetën e vet. Me të mbyll ty, sa që ti mos me i fol gruas tane, mos me i fol fëmijës tën, mos me i fol rrethit tën. Pse? Se ky ka mu përgjigj për veti. Mirë, po pejgamberi sa nuk po thot kështu, po thot merru me tjerë që është më e mira për ty. Pra çita është shumë e rëndësishme me kuptu. Pejgamberi alayhis salam na mëson çish me luftu këtë cilësi në përmjet të kësaj cilësie. Shembull me marr më të qartë. Nëse me një kompani hapet një konkurs, një vend pune. Tash dy punëtorë që janë aty brenda aty punu, dy të synojnë me u ngrit në pozitë. Edhe dy tash fillojnë me i bë kurtha njëri tjetrit, sa aty e zanë veç një. Tash dy të fillojnë me bë kurtha, me nxit njëri tjetrin, ku me nxit shefin ku dhe njëri tjetrit, me fol fjalë këqija, shtyhen me njëri tjetrin mirë. Deri vjen gjendja në atë pikë, saqë shefit i obligohet patjetër me nxit një kamerë. Që me i vëzhgu ata dy. Tash njëri prej tyre e sheh kamerën. Çka bën tash ditën e nesërme? A fillon ky apet më ushty me atë kolegun e vet? A ofendon? A i fol fjalë të këqija? Jo, pse? Se tash e ka bindjen që është në shikim të shefit. E ka bindjen që do të më hesht. Tash ky deri dje ushty ke me të në emër të individualizmit, me fituaj, me marr pozitën. Sot po hesht në emër të shkafit. Në emër të individualizmit, apet, se për veti e ka. Tash që kjo kamera është shariati. Që kjo kamera është ligji i Zotit. Që kjo kamera është ajo që pejgamberi alayhis salam po na mëson neve. Nuk është po thot pejgamberi që se keni që cilësi sekrete keni, po ju e lani për kën? Për hatër Zotit. Hatri i shikimit të Allahut. Hatri kësaj ju doroni. Andaj Allahu i thot pejgamberit alayhis salam: "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq." Dhe qiejt edhe tokën i kemi kriju me një urtësi të madhe. Wa inna sa'ata la'atiyatun. Kiameti do të vijë, nuk ka dyshim. Shikoj vazhdimin. Fasfahis safhal jamil. Sillu mirë me njerëz. Kiameti do të vijë, nuk ka dyshim. Sillu mirë me njerëz. Madhështore. Kiameti do të vijë. Hatri që ti kiameti që po vjen, ti bëj mirë njerëzve edhe nëse se meritojnë. Ti hatri që ti kiameti që ka ardhur, ti bënu fjalë mirë. Ti shkrije vetëm për të tjerë, ti bëje dobi tjerëve, ti sillu njerëzishëm. Andaj transmetohet ato për Omerin radiallahu anhu, i cili ka thënë: "Laula yawmul qiyamah." Thotë lakana ghayra ma tarawun. Mos me kanë dita kiametit, ndryshe isha marrë vesh me njerëz. Po, i kofshin falë që ka ditë kiametit. Pra që kjo është çaje që na përdojna me mirë tek besimtari. Besimtari bëhet shumë social, e ndihmon shumë tjerëve, e prej tij ka shumë haj shoqënia, për cilën arsye? Veç hatri i Zotit, hatri i ditës kiametit. Laula yawmul qiyamah, Omer ka thonë mos me kanë kiameti, kishit me pa një Omer tjetër. Mirë, po që kjo kiamet
e shtyn besimtarin që me u bë shumë i afërt me rrethin e tij. Për aq kohë sa din që mund është me ndiku, për aq kohë sa din që mund është me përmisu, edhe për aq kohë sa din që ti ndikon tek tjerët e jo rrethi me ndiku te ti. Ka njëherë e kemi rastin kur besimtari e ka bindjen se nuk i sjell dobi që aty në dy grupe që luftojnë me njëra tjetrën, e që mund me kanë dy njerëz, e mund me kanë dy grupe, mundet me kanë dy shoqëni të besimtarëve, besimtari e ka bindje se ka njerë nuk i sjell dobi as njënës e as tjetrës. Madje ekziston rreziku që kë nëse rrin në advent, mu bë pala atëri që hin në konflikt. Ose ekziston rreziku që kë mund ndiku pe saj. Mirë, në këtë rast duhet mu bë njeri që shikon veç vetën e tij. Duhet mu u largu edhe me shiku veç interesat e tua. Edhe për këta kemi hadith. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Yushiku an yakuna khayru malil muslimi al-ghanam. Vetë sa s'ka ardhur koha, ose shpejt do të vijë koha, kur pasunia më e mirë e muslimanit do të jenë delet. Për çka delet i dërguari i Allahut? Thot me to del në për male, e i njek lumejt, i njek ujrat, edhe thot i njek kullosat. Yafirru bidinihi min al-fitan. Zbashku me të e merr edhe fejën e vet, edhe ik pe fitnë. Pra ka njëherë thot, në disa rrethana, duhet më bë njëri individual. Nëse din që qëndrimi me një rreth, te ti po kushton tek feja, po të prek në fe, pejgamberi thonë në çet rast më mirë më marr delet e më shkon mal atje. Të paktën fen tonë e ke rujt. Yafirru bidinihi, ik me dinin e vet, min al-fitan, i ruhet sprovave. Në rast se kur e din që nuk mundesh me ndiku tek të tjerë, ik ti për veti, edhe thot veç i shikon interesat e tua. Thot Allahu: "Wa in ta'ifatani", nëse dy grupe. Nuk po thot wa idh, kur. E zakonisht pejgamberi Allahu i lartësuar në Kur'an kur tregon diçka që ka më ndodh e sigurt, e përdor shprehjen idh, kur. Për shembull, idha jaa nasrullahi wal fath. Kur të vijë ndihma e Allahut, s'ka pa dyshim aty, a vjen as vjen. Idha shamsu kuwirat, kur qielli ose dielli të zymset, nuk ka dyshim ta ka më ndodh. Është shprehje që Allah tregon që ka ndodhur sigurt. Kur e përdor shprehjen Allahu wa in, la alternativë që rrallë ndodh. Për shembull thot Allah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa in janahu lis-salmi fajnah laha." E nëse ata pa besimtar anojnë ka paqja, e që rrallë ndodh. Fajnah laha, edhe ti anë ka paqja, wa tawakkal ala Allah, dhe mbështetju Allah. E ka përdor shpijen wa in, nëse ata anojnë ka paqja, po që rrallë ndodh. Wa in ta'ifatani min al-mu'minin, nëse dy grupe të besimtarëve hyjnë në luftë, rrallë duhet me ndodh. Nuk bën me kalu shprehi, nuk bën kjo me kanë përditshmëri që dy grupe të besimtarëve me kanë luftë me njëra tjetrën. E kundërta e gjendjes së muslimanëve që është sot. Për shembull, ai shumë çuditëna, nëse e marrin vesh që dy musliman, dy njerëz nuk folin me njëri tjetrin. Ai shumë çudit, nëse e marrin vesh që filani, edhe fisteko ka pas një mosmarrëveshje me njëri tjetrin. Na u kanë bërë përditshmëri. Na u kanë bërë pjesë e jetës. Këtë të na fatkeqësisht nuk e kemi wa in, nëse ndodh që ndodh rrallë. Na sigurt e kemi wa idh. Kur? Veç kur ndodh. Na u ka bërë pjesë e jetës. Wa in ta'ifatan, thot Allah, që kjo farë lufte midis dy grupeve të besimtarëve, duhet me kanë diçka shumë e rrallë. Duhet me kanë diçka që nuk ndodh, përveç se pa pas ndaj arsye shumë të madhe. Nëse dy grupe të besimtarëve luftojnë me njëra tjetrën, çka më bëna? A tha Allah shijoj spektaklin? A tha Allah rrit duar kryq? A tha Allah ti nuk je asnjënën as tjetrën ti rriçit? Tash Allah i drejtohet këtij besimtarëve të tjerë. Fa aslihu, jo keni për detyrë me i pajtu. Nëse dy grupe të besimtarëve janë luftë me njëra tjetrën, grupa e tretë, që ata që nuk janë as në grupin e parë, as në grupin e dytë, e kanë për detyrë me i pajtu. Fatkeqësisht shëre individualizmi ku na ka arrit në atë pikë, na i shohën besimtarët duke luftu, po them, me njëri tjetrin, edhe as nuk marrën kur farë tentative për me i pajtu.
dy vllazë nuk folën me njëri tjetrin, ose vllau me motër nuk fol, edhe rrin baba aq qet në shtëpinë e tij, saqë të çudit. Mirë, nëse nuk i pajton prindi, çysh pajtohen ata? Nëse nuk e merr dikush përsipër me i afru zemrat e tyre, kush i afron ata? A detyrë që po thot Allahu, nëse ata kanë mosmarrëveshje, ju pajtoni. E për këta ka 3 kushte. 3 kushte i ka përmendur ulemaja, nëse dojnë me marr përsipër me i pajtu grupet të besimtarëve. Kushti i parë është para këshillimit, kushti i dytë është gjatë këshillimit, edhe kushti i tretë është pas këshillimit. 3 kushtet janë el ilmu, el hilmu, es sabr. E para el ilm, dituria. Nëse vendos që ti me i këshillu 2 besimtarë ose 2 grupe të besimtarëve, duhet me pat ilm. Duhet me pat dituri. Nëse nuk kem dituri, çysh e merr këshillon dikon pa dituri, pa ilm. Fatkeqësisht edhe këtu sot kem çka folën boll. Shohim njerëz që këshillojnë, shohim njerëz që komentojnë Kur'anin nëse din Kur'anin hiç. Flet për hadithin, një hori s'ka për hadith. Del edhe mundohet me i pajtu musliman për çështje madhore të dinit, s'ka ilm, s'ka dituri. A kushti i parë është dituria. Në kohën e Aliut, e dini fitnet e mëdha që kanë ndodhur. Edhe havarisht ju shfaq, lufta me Muawiun. Tani havarisht kanë fillu ajete që i kanë zbrit pa besimtarve, ja kanë drejtu sahabëve të pejgamberit alayhis salam. Kanë fillu njerëzit me fol kënë mendon ti për halife, gjithë secili ka fol. Atje Muawiu ka pretendu për vete, Aliu kom për vete, havarisht veç vishën të u da grupe. Njerëzit u fol për temë të hilafetit, i madh dhe i vogël. Sa që Aliu e thot një fjalë. Thot, lau sekete men lem ja'lem, le qallet il khusume. Me kanë qaj që zdin, mos me fol, ishim paku mos marrëveshje. Me mujt që ata që zdin, mos me fol, se që ata përna i pështjellin, ka thonë Aliu, ishin paku mos marrëveshje. Po njerëzit në atë kohë kanë fillu, gjithë se cili ka pretendu që është i gatshëm me fol edhe për hilafet, edhe për çështje politike, a ka mirë Aliu a Muawiu, edhe për çështje të ushtrisë, edhe për çështje të zakatit, edhe gjithë se cili ka pretendu veten që unë jam meritori me fol, e Aliu po thot me kon, që ata që po folin mos me fol hiç, i shkon mas mire. Shembullin më të mirë kemi në sahabët e pejgamberit alayhis salam, 120.000 sahabë janë kanë. Besoni që kur i lypa emrat e sahabëve që ka dhënë fetva, nuk dolën më shumë se 3-400. Pej 120.000 sahabëve. Nuk dolën emrat e atyre që ka dhënë fetva në mënyrë përgjithshme, më shumë se 3-400. Edhe ata veç vi këtu u paku numri secilën herë. Derisa pe këtyre 3-400 7 ju kanë pak më të njohurit. Edhe këta 7 ka po çef gjithë secili tjetër kush me dhon fetva, e mos me dhon fetvaj. Pra Islami nuk ka shku përpara, krejt njerëzit u këshyr me i pajtu tjerë. Pajtimi i tjerëve i takon një kategori të njerëzve, kushti i parë e asaj kategorie është el ilm, dituria. Nëse njeri nuk ka dituri, bjen pe ti përgjegjësia e përmirësimit tjerëve. Prapë kthehemi te lufta e Aliut me Muawiun. Kur dalin sahabët, ose më saktësisht Aisha radiallahu anha, me Talhan edhe me Zubairin, edhe ngrisin një ushtri me mbyt vrasësit e Uthmanit. E nisin ushtrin prej Mekës drejt Irakut. Aliu ka qenë në Medinë. Pra këta nisin ushtrin pa lejen e Aliut. Edhe shkojnë në Kufe, edhe shkojnë në Irak me i tubu musliman për me i luftu vrasësit e Uthmanit. Shkojnë edhe kërkojnë Ahnef ibn Qaisin. Ky Ahnef ibn Qais u kanë tabin, u kanë dietar i madh, ka zatet shumë sahabë pejgamberit alayhis salam, edhe mas ti e ka pat fisin e tij Benu Temim, ju kanë fis i madh. Tash Aisha po shkon, edhe po thot bëni selam Ahnefit, edhe thonë hajde këtu në ushtrin ton për me mbyt vrasësit e Uthmanit. Kur shkon i dërguari i Aishës tek Ahnefi, ai e thot një fjalë madhështore. Thot wallahi la adri ayna ad'u qadami. Ka thonë pasha Zotin, qash u pështjell puna, sa që nuk pe di ku pe qes këmbën. E ka thonë bëni selam nanës së besimtarëve Aishës. Edhe thuj djali i Ahnefi, ka thonë asnjëherë nuk ka ndodhur me më pështjell puna si sa sot. E sot, me qenë se puna është e pështjellur,
shpëtimi është me ul. Me qenë se sot na u ka fshill puna, nuk po dihet çka po ndodh. Atje Muaviu po lyp kisas. Ka havares ju ndal pe Aliut. Ka ju po kërkoni me mbyt vrasjet e Osmanit, thot mas mirë është me ul. Pse? Se nuk ka dituni. Ky u kanë edukum me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot takun al fitanu ka qita al-layl al-muzlim. Ka më ndodh fitnë sikur errësira natës. An-naimu fiha khayrun min al-yaqdhan. Ai që është i fjeturi ndaj fitnës është më i mirë se sa ai që është zgjuar. Ndodh me fitnë. Nuk dihet çka po ndodh. I fjeturi, pra çaj që smirret me të hiç. Çaj që as nuk e din, valla a keni çka ka ndodhur me fitnë. S'kum një hiç, më kon i fjetur ndaj saj. Ka thënë pejgamberi sa është më i mirë se sa ai që është çut. Dhe ai që rrin shtrit është më i mirë se sa ai që është ulur, e ai që është ulur është më i mirë se sa ai që ecë drejt saj. Pra në kohë fitnë, kohë çrregullira, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mas mirë është me ul, se mungon ilmi, mungon dituria. Aliu i ka thënë Ebu Said el-Khudri, ka thënë hajde në ushtrin time, për me vendos rem, për me vendos paqe, për me i bashku musliman, Ebu Saidi nuk ka pranu. Ka thënë o prisi besimtarëve, nëse ma jep një shpat, me cilën e dalloj besimtarin prej qafirit, po i. Ama me ardhën në ushtrin tane, e me ja kthy shpatën atij që thotë la ilaha illallah, thotë kurrja. Ama shpatën që më kallzon kush është musliman e kush nuk është, unë e vi. Po që kjo luftë e jote jashtë dyshim, nuk ka pat ilm, ka nejt. Kështu kanë qenë të edukum sahabë. Kushti i parë, nëse dën për me bën ndryshim, është el ilm, dituria. Kushti i dytë, gjatë dhënies së këshillës ose gjatë përmirësimit, është el hilm, butësia, maturia. Allah i thot pejgamberit alayhis salam, them në rrugë të Zotit, o do ila sabili rabbike bil hikme me urtësi wal mau'izatil hasana, me fjalë të mira. Njeriu nuk më kanë shumë i mençur, po nuk din në formën çish me dhën këshillën, prish punë edhe nuk bën dobi. Edhe kushti i tretë, që përmendën dietar, pasi të kryhet këshilla, pas përmirësimit, është es-sabr, durimi. Me duru nëse këshilla nuk të pranohet, edhe me durua nëse nuk tjerë të mujnë me mos me të tregu falënderues për ata që ti e bën. Tash Allahu na tregon pse tën këtë mund. Pse më këshir me përmirësu tjerët. A kështu mujt na me nejt rahat? A kështu mujt na me thonë as nuk po mirë me këta, as me këta. Allah na tregon pse nuk ndodh kjo. Thot në ajetin e vjem, innamal mu'minuna ikhwa. Me të vërtet besimtarët janë vëllezër. Nuk mund është të me nejt rahat, nëse din që vëllau në kimi një qenë jetëran. Nëse din që ai ka ra me një sprovë. Nëse din që ai është qoftë të dynjas, qoftë të ahiretit, është të sprovu me diçka. Nuk qysh rënë të rahat. Ikhwa është, i thojnë vëllezërve që ki tamam vëllezër për i gjakut. Realisht, Allahu në ajete tjera e përdor termin ikhwan. Edhe kjo është vëllezër, po këta ikhwan përdoret edhe për ato që se ki për lidhjet gjakut. Për shembull thot Allah për banorët e xhenetit, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Vëllezër ulen edhe shikojnë njëri tjetrin në ulse. Ikhwana. A më këtë Zoti s'po thot ikhwana. Po thot innamal mu'minuna ikhwa. Pse kjo? Se në çështje, në sprova, në çështje të ndihshme, njëri tjetrin do të më konsideru si vëlla për gjakut. Në çështje të ndihshme, njëri tjetrin do të më konsideru sikur vëllaun që ta ka bë baba dhe nana. Innamal mu'minuna ikhwa. Jeni vëllazën. Nuk mundesh me najt të rahat. Nëse je në skajin e botës, kur e sheh një vëlla tjetër musliman, skajin e botës, në skajin tjetër, duke u sprovu me diçka. Nëse ki iman, nuk mundesh me nejt rahat, nëse e din vëllaun tën musliman që është duke përjetu diçka, e ti je në krah të tij, edhe hiç nuk kujtohesh as me vet qysh me të ndihmu. E nëse nuk e shtyn veten drejt përmirësimit. Na shumë kollaj e kemi bërë këtë termin, vëlla musliman e përdorim shumë shpesh. Edhe të du për hir të Allahut e përdorim shumë kollaj. Po sa jemi duke vendosur në praktikë.
Innamal mu'minuna ikhwa, me të vërtetë vëllezërit janë besimtar, e kanë lexu edhe gjeneratat e para edhe na. Po kallëzëm çysh e kanë përjetuar ata e çysh e përjetojmë na. Shikoj çysh e kanë përjetuar ata në kohë kur sprovohet vllazëria. Se në kohë të rehatshme këtë jemi vllazën. Mirë, po në kohë kur ka sprova, shikoj çysh e kanë përjetuar ata. Imam Shafiu e ka pat një nxënës të tij Yunusin. Edhe një herë, duke dhënë ders Imam Shafiu, nuk pajtohet diçka me Yunusin, nxënësin e vet. Edhe fillojnë ata shtyhen pak, edhe Imam Shafiu nuk ja lën. Yunusi hidhrohet, edhe del pe xhamis, edhe largohet pe mesdis. Shkon në shtëpi vet. Nuk pajtohet me mësuesin e vet Imam Shafiu. Thot, mbrëmje, mas jacis, e kam dëgju derën. Kur dola, thot, e pash Imam Shafiu përpara derën. Mësuesin e vet. Edhe thot, ashtu tërprova, so që nuk dita as mi dhon selam. Edhe thot, ma ka thonë një fjalë që s'kum ja harru kur. Thot, më ka thënë, ja Yunus, ala nakhtalifu wa nabqa ikhwana. O Yunus, as bëna mos me u pajtu e në fund me të vllazën. Ti ma e mendimin tënë, unë e ka mendimin tem. Mirë, kjo në fund. As bën që na në fund me të vllazën apet. Pse po e qenë pikpyetje vllazërin tonë, që Allahu na ka lidh, innamal mu'minuna ikhwa, na jemi vëllezër, për një mesele të fikhut, për një mesele që ka diskutime në mesin e ulemave. Kjo është kur besimtari ka vëllazëllahun për një me. Na shumë kollaj i themi vëllai janë tjetrit, shumë kollaj i themi të dua për hir të Zotit, po shikoj çysh e kanë vendosur në praktikë gjeneratat e para. Salihu u kon djali Imam Ahmedit. Thotë e kumni babën tem duke u lut për Imam Shafiu natën. Në tehijat, thotë pasi i përfundon të salavatit, lutej edhe për Imam Shafiu. Edhe po i them, o babush, shumë po lutesh për Imam Shafiu. Thotë më ka thënë që 30 vjet nuk e fali asnjë namaz vullnetar jashtë nafazit, e që nuk lutna edhe për Shafiu. 30 vjet. Mos me harru Imam Shafiu. Pra 30 vjet, veç mundon me paramendu. Në tehijat ka thënë, Rabbena gfirli, wa li walidayya, wa li shafi'iyya, wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. O Zot, falë mu, falë prindërit e mi, falë edhe Shafiun. Çdo namaz, nafile, thotë që 30 vjet jam lut për Shafiun. Që kjo është vëllazëllak. Që kjo është kur e ki fi sebilillah. Që kjo është kur lutesh për dikën se ke dashur pa interes. Innamal mu'minuna ikhwa, tha Allahu, besimtarët janë vëllezër, fa aslihu, përmirësoni mes tyre. Nuk i drejt me thonë është punë e tyre. Çka çfarë shembulli të mirë na sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alayhis salam, "Mathalul qa'im ala hududillah wal waqi fihi kamathali qaumin istahmu safina." Shembulli i atij njeriu që don me ju përmbajt rregullave të Zotit, edhe shembulli i atij tjetrit që i në përkëmb ato, është sikurse shembulli i një grupi që hypin në anije, po thot pejgamberi alayhis salam. Edhe thot pejgamberi për me shkurtu hadithin, thot qesin në shërt, disa hypin në altanijes, disa poshtë. Gjithë se cilë e men hisën e vetë. Thot pejgamberi alayhis salam, e kur këta poshtë i ka plën etja, qohet një anë për ty në dhe thot, su kanë kesh me qili bunar. Se i në ka petja. Thot edhe i thujnë këty në që janë nalë qërë, në në hisët ju, nuk po e qelin bunarin. Po e qelin në hisën tonë, po e qelin poshtë anijes. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot, nëse këta ja lejojnë një gjatë të tillë, heleku nase gjemija. Le që shkatrohen ata që qelin hisët vet, po shkatrohet këtë anija. A thot, nëse këta i ndalin, shpëtojnë ata, edhe shpëtojnë e gjithë anija. Pra na jemi të dukum në atil, kër e shë vllain tën musliman, duke dash me ba një vepër, na nuk i thojnë a bë ti çka dush. Jo, se mëkati yt mundet me më fundosë edhe mu, mëkati jam mundet me i fundosë edhe juve. Thot pejgamberi, nëse e ndalin, i shpëton ata, po dhe shpëton krejt anija. Andaj Aliu radiallahu anhu ka thënë në ditën kur është mbyt. Mase që e kanë plagos, Aliu i thot disa fjalë. Njëna prej aty në çka thot, ukiltu yawm
ukila thawrul abiyad. Ta përmend Ibn Taymija. Thot ka thonë Alio, u hëngra qysh a dit kur është hëngër demi i bardhë. Çka ka për qëllim? E ka për qëllim arabët e kanë përdorur atë tërgimin demi i bardhë dhe demi i zi. Kur ka shku ujku me ngran, njëri gjithë ka mbrojt tjetrin. Derisa një ditë ujku e zën në një gjendje demin e zi veç vetë dhe han. Tash jet veç demi i bardhë veç vetë. Thot kur ka shku me hëngër edhe demin e bardhë, Ali thot u hëngra. Qysh kur u hëngra i demi tjetër? Për kënë e ka bërë për qëllim Osmanin. Pra unë u mbyta, qysh a ditë kur u mbyt Osmani, ku mdi që edhe në ku u mbyt. Se nuk ka më kush mbron. E besimtari e mbron besimtarin qoftë e pe vetës vetë. E mbron pe rrethit. I bëhen ndihmës në punë të hajrit, edhe kështu synojnë mu afru drejt Zotit. Thirrja tjetër në ajetin e radhës prap ka të bëjë me disa rregulla shoqërore, me një edukat tjetër e që na e lajna për dersin e ardhshëm insha Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.